E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sot sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju një rrëfim të dhimbshëm jete, një rrëfim do ta thuaja të tmerrshëm jete. Një vajzë e re ka shkruar rrëfimin e jetës së saj. Jetojmë në vitin 2026 edhe në shumë familje akoma janë vjerat vendimarrëse për fatin e të rinjve, për fatin e fëmijëve të tyre. Ajo ka shkruar me shumë dhimbje tmerrin që ka kaluar me vjerën e saj. Me thënë vjera e ka urryer, e ka xhelozuar, e ka mallkuar në një farë forme. Askush nuk më pyeti kur nga unë vija, vetëm sa pak kisha. Kur martova, mendova se më në fund Zoti ma kishte hapur mua një derë. Jo për pasuri, por për qetësi. Nuk kërkoja lukse, kërkoja vetëm të më respektonin mua si njeri. Por nuk e dija se bashk me burin, po futesha në një shtëpi ku urrejtja kishte rënë më të thella se dashuria e jonë. Vjera ime, ajo nuk më pa kur si nusen e saj. Ajo mua më pa në jetën e saj si një njoll që unë kisha hyrë në familje për t'ja shkatruar familjen e saj. Që ditën e parë, kur hyra në shtëpinë e tyre, ajo më mati nga koka lart deri te këmbët poshtë. Nuk më tha mirë se erdhe, por më tha ftohtë, nga cila familje the që ti je? Unë ja thash me zë të ulët. Ishim familje e varfër, por e ndershme. Pa emër të madh. Ajo buzëqeshi, por ajo buzëqeshje mua më ngriu krejtësisht gjakun. E mora vesh, tha, dhe nga ai moment filloi feri në jetën time. Çdo mëngjes ishte një provë për mua. Çdo fjalë e saj ishte një thikë për ne. Kështu han vajzat e varfëra, më tha mua. Në shtëpinë tonë nuk jemi mësuar ne me këto sjellje të vogla. Nuk e fajti, jo. Familja jote s'të ka mësuar më mirë. Më mposhte para burrit tim, para mysafirëve, para vetes time, vetëm ofendime më jepte. Kur pastroja gjithmonë gjente diçka gabim. Kur gatoja, thoshte si ushqimi im kishte erë varfërie, do të thënë varfërinë e kishte në kulminacion. Po ashtu thoshte, një ditë më tha fjalin që mua më dogji dhe shpirtin, po të kisha ardhur nga shtëpi e mirë, do të ishe krejtësisht ndryshe. Atë natë ju betohem që unë qava pa zë, qava që të mos të më dëgjonte askush, sepse edhe lotët e mi i quante dobësi. Buri im nuk ishte i keq, por ishte njëri i dobët. Kur ajo mua më fyente, ai e ulte kokën. Kur ajo mua më shante, ai thoshte, mos e merr për keq, është e rritur. Por çdo herë ai heshte, ndërsa ajo bëhej më e fortë. Filloi të më kontrollonte, të më numëronte hapat, të më mbyllte në shtëpi. Nusja e varfër nuk ka përse të breth. Në shtëpi kur hyra si grua, u ktheva në një shërbëtore pa zë, sepse vjera ime më maltretonte. Do të kujtoj vetëm një moment. Një natë pas një grindje të madhe, ajo më hodhi fjalët më të rënda të mundshme. Gabim që të solla në këtë shtëpi. Nga balta erdhe, në atë baltën atje do të kthehesh.
Atë moment ndjeva diçka që më këputi brënda. Nuk ishte vetëm dhimbje, ishte tmeri që unë në fakt po e përjetoja. Sepse kuptova se ajo nuk do të ndalej kurrë. Urrejtja e saj u shqehej nga fakti që unë realisht jetoja edhe ekzistoja. Në një dasmë familjare, një rast tjetër është ky, ajo më turpëroi para të gjithëve. Kjo është nusja jonë, nga familje shumë e thjeshtë e kemi marrë. E ma tha me ironi. Të gjithë qeshën, ndërsa unë u shtanga. Askush nuk më mbrojti. Atë natë u ktheva në shtëpi dhe e pash veten në pasqyrë. Nuk e njoha më atë vajzë, sytë e saj ishin bosh e zëri i saj ishte i zhdukur. Një mëngjes mora vetëm një çantë, asgjë tjetër, dhe nuk u ktheva më pas. Ishte momenti kur unë nika prej aty. Sepse po të kthehesha do të vdisja shpirtërisht. Kur ika, vjera ime nëpër njerëz të tjerë tha, ashtu siç erdhi, ashtu edhe iku. Por nuk e dinte një gjë. Unë ika e thyer, por jo e mposhtur. Sot flas për herë të parë, sepse ka shumë gra që vuajnë si unë. Jo nga varfëria, por nga njerëzit që e përdorin varfërinë si armën për të shkatruar. Varfëria nuk është turp. Turp është urrejtja, turp është poshtërimi, turp është heshtja, të heshtësh. Ju që po e dëgjoni këtë rrëfimin dhe po jetoni gjëra të ngjajshme siç kam jetuar unë, mos pritni t'ju thyen siç më thyen mua. Sepse askush nuk ka të drejtë t'ju vras shpirtin për shkak të origjinës tënde. Në fakt, kjo është një histori me shumë domethënie. Kemi shumë ngjarje të ngjajshme në jetë që njerëzit fatkeqësisht nuk e pranojnë realitetin dhe nuk duan në fakt ta pranojnë realitetin, e kanë një tmerr në jetën e tyre të pranojnë realitetin. Unë uroj me zemër që kjo vajzë të ketë gjetur qetësinë dhe uroj me zemër që fenomene të këtilla në shoqërinë tonë të zhduken, sepse unë nuk mendoj që ka rëndësi se nga ku dhe çfarë familje vjen. Rëndësi ka dashuria, respekti që ne i japim njëri tjetrit dhe respekti që ne marrim. Dhe pikërisht ndonjëherë mund të vinë nga një familje shumë e varfër, por ajo familja e varfër ka ndërtuar një kulturë, ka ndërtuar një respekt, ka ndërtuar një dashuri dhe po e jeton atë dashuri në formën më të mirë të mundshme. Le ta respektojmë familjen në të gjitha nivelet.